një parti maqedonase ka fituar aq shumë sa që partia tjetër është praktikisht e shpërfillur dhe shqiptarët nuk mund ta kenë atë rolin që e kanë pasur në kuptimin e kushtëzimit të partisë maqedonase me të cilën ndodhen në koalicion. Unë tek kryeministri i Maqedonisë së Veriut Mickoski nuk kam parë inferioritet karshi presidentit Serbisë. Dhe mendoj që kjo është një hapësirë shumë interesante të cilën duhet ta mirëpërdorim. Atë çka e kemi shumë të rëndësishme si Republikë e Kosovës është që Maqedonia e Veriut të mos jetë aktive në Ballkanin e hapur që ka qenë më herët dhe sa më parë ta përfundojmë rrugën Blac-Shkup edhe Prizren-Tetov. Këto janë kryesorët nga prizma e Republikës Kosovës. Nga prizma e Vlenit ne kemi aty një deputet, nga vetëvendosja, ata janë bërë tash një subjekt dhe unë besoj që kjo duhet diskutohet me ta. Unë nuk mund të flas në emër të Vlenit, vetëm po them që të arriturat janë të pamohueshme. Sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe, ka nevojë për një ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, po atje kemi veç ligj për përdorimin e gjuhëve. Ku dorën në zemër, neni 2 edhe neni 9 nuk ja u mohon shqiptarëve të drejtën për provimin e jurisprudencës në gjuhën amtare shqipe. Por edhe noteria, edhe përmbarimi, ka shumë gjëra që duhet të përdoren aty. E tash gjuha shqipe fatkeqësisht përmendet veç një herë në klapa të 20%. Ajo çka mu më është dukur problematike të marrëveshja e Ohrit, është pikërisht kjo që gjuha shqipe nuk trajtohet si vlerë e diversitetit dhe në vetvete, por kuantifikohet tek 20%. Nëse shikoni infrastrukturën legjislative të Maqedonisë së Veriut, shumë më tepër e keni theksin të 20% se sa të gjuha shqipe si vlerë. Për shembull,